Nëse Allahu ja leson robit që të heqë dorë prej gjërave jo të mira, prej gjërave të këqija, Allahu subhanahu wa taala e ndihmon dhe ja leson. Ama kur robi e ka për hir të Allahut te bareke ve taala. Se çdo njeri është i vetëdijshëm për shumë vepra gjëra të cilat i bën gjatë jetës së tij. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el halalu bain al haram bain. Halali është i qartë edhe harami është i qartë. Dhe ajo që është mes halalit dhe haramit. Pra përgjithësi si musliman shumë gjëra i kemi të qartë dhe e dim. Është nuk i dim në detaje, është nuk i dim argumente se po e dim se kjo bën, kjo s'bën. Shumë gjëra. Por kur njeriu mundohet dhe i friksohet Allahu subhanahu wa taala për shkak të frikës që e ka ndaj Allahut azza wa jall, tenton jep mund që të ikë dorë nga këto vepra, i mjafton Allahu subhanahu wa taala. I mjafton Allahu se Allahu do ta ndihmon. Kur kush kërkon ndihmën e Allahut, Allahu do ta ndihmon. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë.